shumë. Unicorn. Unë disha fare. Edhe unë. Ka shumë roz. Goca, po tani këto s'jam për ne, se ne jemi rritur. Kur jam qenë e vogël vdisja për dhurata, për lodra. Unë akoma. Tani për ju që nuk e dini. Opa, nuk e di në fakt. Kemi shpërndar një anë në Instagramin tonë të Goci dhe kemi pyetur të gjithë fëmijët e tjerë, dhe jo vetëm fëmijët, që kush ka dëshirë të shpërndaj sa më shumë dashuri dhe lumturi për fëmijët e shtëpisë Fëmijës për këtë fundvit. Tani dihet që për fund viti një gjë që lumturon shumë fëmijët janë Dhuratat. Por ne këto dhurata po i çojmë si simbolike dashurisë dhe për kujdes. Edhe për të treguar që jo as ne, po as ata nuk mund të jenë gjatë gjithë kohës me fëmijët. Dhe dhurimi sa më shumë dhuratave dhe surprizave është një mënyrë për të treguar që ne jemi xhan. Po, vërtet. vërtet. Ne bëjmë dot të gjumë për gjithë fëmijët e botës, por të paktën do bëjmë një grup kalamajsh të vogël. Gjithashtu për gjatë javës ne kemi takuar disa fëmijë të vegjël, të cilët na dhuruan shumë dashuri dhe me dashurinë që donin të përcjellin edhe tek fëmijët e tjerë, ata na zonë dhurata që donin të dhuronin tek shtëpia e fëmijës, kështu që ndiqeni ndërkohë që ne paketojmë dhuratat. Haj. Ju kam sjell 2 libra. Deksa mëne. Këto libra ti ke lexuar dhe do t'ja sugjerosh dhe atyre? Apo si ke lexuar dhe do e ti hiqe nga biblioteka? Havas, kam lexuar dijet. Po pse po i sugjeron fëmijëve pikërisht librat? Që vetë kënaqen, po vetë bëjnë mirë. Bravo. Ku lodrat ti s'knaqen. Po nëse do ishte një dhuratë që do ja merrje fëmijëve, që nuk është materiale, pra nuk blehet. Qa do ishte një gjë? Dituri. Dituri. Unë zema një. Ja po edhe unë. Sot jemi këtu me Ardean që donte të dhuronte disa dhurata. Hajde sa vjeç je ti? Unë me 25 vjetor bëj 6. Ardea më tha mua që dinte të shkruante dhe me shkronja shtypi dhe me shkronja dore. Bravo! Unë ti të shkruaj vetëm me shkronja shtypi. Po si je bjonde, thuaj. Thuaj, je bjonde. Qa kemi marrë sot neve? Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, e shikon Edhe s'ka bjonde lidhje. dhe brune shkruajnë me të dyja. Po, tani qa kemi marrë sot në i trego pak? Ne kemi marrë 6 makina. Aha. Me Niku ti kemi marrë Anën dhe Elsën. Aha. Edhe një makinë. Madhe. Të gjithë fëmijët meritojnë dhurata dhe lodra edhe një kohë të bukur për vitëri, a? Po, disha fare. Gjithmonë, jo vetëm për vitëri. Po gjithmonë. Po ti Edhe një janar. Edhe në janar, edhe në shkurt. Duam që baba gjyshi të iki në shtëpiat e të gjithëve? Po shumë. Oh, super, ke qenë gocë e mirë këtë viti. Do na puçësh pak tani të dyjave? Hajde po qafojemi në grup. Shumë faleminderit Ardea, je shumë e mirë. Rajna, rrotullohu, tregoj flokët, që si ka flokët. si ndjesh si Rajna tani që po i vën kaq shumë dhurata të bukura fëmijëve? Unë jam shumë mirë, kjo ishte një prej dëshirave të mia për të bërë këtë gjë. Sa po pash postimin direkt, i thash mamit, Nuk hezitove. po, i kam blerë të gjitha dhe thash mam, hajde shkojmë në dyqan t'i blejmë edhe t'i dërgojmë për fëmijët. Mund të përdorit edhe në gocat edhe në çunat. Aha, sa e bukur. Pastu kam sjell doktoresh. Doktores. Do sa ndonjëra nga fëmijët atje do bëhet doktorës dhe doktoresh. Pasion. Po. Ju puq! O, sa e mirë, të puthim dhe ne ty se. Erdhëm. Do ta kesh shtëpi? Po si ka vendosur nga kjo? Ka arbiteri këtu.
Ira në marrim kudo. Si je? Oh, sa e mirë. O, në ka vendosur Amareta. Direkt të ushqimi. Ja, pra na i vdesun për... Nuk e qenë e vogël. Son të nënta të mirë. Çfarë thos, ta thosë mos ha? Do të kam si. I kanë ato kota. O dhëra na friqë. Na. Hajde do të ram këta. Pa tja të thuaj që ke maskerinë. Qa të bëri që të shkosh, të marrësh dhurata dhe të kesh iniciativën për të ndihmuar ata kalamajt e tjerë? Unë e bëj vit për vit, e kam bërë në shkollë, edhe këtë vit nga që ndrova shkollën, nuk është se, do me thënë, nuk e morën si iniciativë tek shkolla, dhe kur e pash që do e bënin t'ju, thash, shqyrgjeta vëndin. Tani do ikim të Deloj, si? Me zërë po prez. Përshëndetje. Unë kam për disa piktura. Ja këtu. Se unë po i shih. Kjo ma mori zemrën, kjo që ka shumë e bukur. Ja, pëlqeu shumë kjo. Sa e bukur kjo. Nga parajsja kanë mbetur 3 gjëra, vjet, lulet dhe fëmijët. Sa e bukur. Qa simbolizon kjo zemra për ty? Që fëmijët duhet të jenë të gjithë të bashkuar me familje dhe më vjen shumë keq që e kam braktisur fëmijën e vetë të tjerë. Zemra ime. Kam shumë dëshirë që gjithë bota, jo vetëm fëmijët, gjithë bota të jenë të lumtur. Është shumë za e mirë. Do na tregosh pak për shembull nëse ti do kishe shumë mundësi tani në dorë që të bëje të lumtur fëmijët. Çfarë do t'ju jepja atyre? Do t'ju jepja shumë kënaqësi e para, dashuri. Doja që t'ju jepja edhe një familje që është shumë e mirë. Sa e bukur je, mashallah. Jemi këtu me Arjanin, me Nadën dhe me Kristerin me një L. Me Kristerin dhe një L, që bëri namin Kristela, tham ke vjetë dhe emrin. U lodhët që erdhët tu? Ishte pak larg Bila. Biles kanë marrë autobusin, sa autobusa? Një? Një, edhe kanë ardhur direkt këtu. Ti Trazovat, çka ke sjell sot? Unë kam sjellur një libër dhe një blok shënimesh. Qa libri ke sjell? Me një Me ryll? Me ryll, a? E ke lexuar? e ka lexuar motra, po. S'ka që e ka lexuar motra, po bravo, gjysmë. Po te bloku, për çka ke sjell blokun? Që të shënojnë dëshirat e tyre. Qa do ishte një gjë që do doni t'ia thonit atyre kalamajave që do ne do i çojmë dhuratat e juaja? Do një mesazh që te i çojmë ne nga ana juaj. Që të kënaqen shumë, edhe i pucim. Kushdo që do e marri këtë dhuratën, ju uroj gëzuar vitin e ri dhe një zemër. Ua, edhe firma jote kjo? Isha shumë e lumtur që t'ju merrnim gjithë dhe të bënim këtë xhirimin, sepse unë mendoj që Krishtlindjet janë për të bashkuar, edhe nuk duhet ta humbasim kurrë këtë shpirtin e Krishtlindjes, apo jo, kemi shumë dashuri për të dhënë. E vërtet. Faleminderit. Tani shumë në grup. Për shafim në grup. Hajde Arjan. Grupi këtë nga ana jo nuk ja arrim dot, po e kemi këtë nga ana jo. Hajde, Nisemi goca? Po, ikem. Sigurt presat atë. Sa qem? Wow, unë nuk kam qenë asnjëherë në një tavrinë me kaq shumë fëmijë. Mbaj mend në kohë kur s'ka qenë hera ime e fundit me kaq shumë beba. Shumë të bukur. Si më rëni kaj serios tani? E keni futur me një emocione? Ka një cik. Kush është më mistreci nga ju? Duket ajo me të kushe. Ajo me të kushe duket që është çik mistrece. Pse jemi stece? Zihesh ti me këta? Zihesh? Po nga thon më shumë. Kush më thon më shumë në shkollë? Una. A, të gjithë e një të dorë. Dorën ai. Jo. Kush më thon më pak?
Messi. Hajde na thoni çik me radhë, çfarë bëni secili? Hajde me radhë. Çfarë do bësh kur pritesh? Balerin. Asgjë. Çfarë do bësh kur pritesh? Futbolist. Futi? Futi? Edhe ti. E bëm ekipin. Hajde. Futbolist. Edhe ti. Futbollist. Futbolist. Aha. Nga ju se kishin vendos akoma, dhe unë 20 vjeç nuk e djem të bësh. Akoma se kishin. Edhe ne si ju jemi, u kje bëjsi mandje. Unë akoma nuk e di se çfarë do bëjmë kur fritem, për zotin, zgjohem në mëngjes dhe dua çdo ditë një profesion tjetër. Tani, ju na tha që dini shumë mirë të këndoni dhe donin që të këndojmë një këngë së bashku. Qa këngë? Qa këngë doni? Finemi. Ata këndojnë gjithë bashkë? Vendosi tani, ose finemin ose vitin e ri. Vitin e ri. Jana erdi viti ri, sa jam i gëzuar, por si unë çdo fëmi, pres për ta festuar. Bora zbardhi tej për tej, fusha edhe male, viti ri do të na gjej, me këngë me valle. Viti ri do të na gjej, me këngë me valle. Kecat beba, për ju nuk na ha, ana shkalon, te trembesh ha ha. Hajde të më nga fillimi. Kecat beba, për ju nuk na ha, ana shkalon, e trembesh ha ha. E kërë pisu. Është si kërcen ky ora. Kecat beba, për ju nuk na ha, ana shkalon, e trembesh ha ha. Kecat beba, visi bam bam, jo do vogël roz, dindesh me popos. Pastaj fillon Kristali, nuk keni çaj dëgjoni se nuk ka zë fare dhe është okej. Oj lule për ku je nis, fustani bukur që ndis, palë dërë. Është më knaqesh. Me gërlete me tupan, ja të marrë ja bëj hatan, do bëjmë dasën mune. Kamera të losher. Është. Bashkë ju geveri. Është që knaqesha. Okej, tani unë mora vesh që juve ishit më të talentuarit këtu për në pikturë. Kështu që unë mendova që do marrim këtë telajon dhe do hedhim bojra dhe do ju letë lirë të bëni çfarë të doni. Vetëm mos bëni pisa asgjë jashtë telajos, okej? Mund pikturoj me duar, mund pikturoj me penela, mund bëjmë çfarë dua. Barova? Aha!